Me më shumë se 2000 deklarata që përpunohen në 24 orë, dogana arkton për buxhetin mbi 600 milion lek, ose rreth 6 milion euro çdo ditë. Mbi 1700 ton karburante dhe më shumë se 25 ton cigare zhdoganohen çdo 24 orë, si dy produktet që sjellin të ardhurat kryesore për shtetin. Rreth 38 aplikime online çdo ditë nga biznesi në vijim të digitalizimit të shërbimeve doganore. Sipas studimit të Bankës Botërore, është ulur me 44% koha mesatare e procesimit të deklaratave doganore. Janë rreth 312 dërgesa postare, 34.000 udhëtar hyjnë në Shqipëri dhe 23.000 udhëtar dalin nga Shqipëria në 24 orë. Dogana, partnere e besueshme për BE, OBD, FMN, BB dhe biznesin, duke certifikuar 13 AEO funksionale. Sipas opinionit të investitorëve të huaj në Shqipëri, administrata doganore ka marrë vlerësimin më të lartë krahasuar me të gjitha institucionet e tjera, 75 nga 100 pikë. Sipas barometrit të Ballkanit, Shqipëria ka procedurat doganore më të shpejta në rajon, si në import, ashtu edhe në eksport.